do të updatohemi pak me zhvillime konkrete dhe për të folur për statistika reale. Bëhet fjalë pikërisht për çështjen e përmbytjeve, pa diskutim, nuk do t'i largohemi kësaj teme, por këtë herë do të kem eksperten Lajda Porja nga Medoalbe, e cila do të na jap detaje më të hollësishme. Lajda, përshëndetje, është kënaqësi që të kem në këtë komunikim. Përshëndetje, mirë se u gjej. Faleminderit shumë që gjete kohën. Atëherë do doja të dija konkretisht se si ka qenë niveli i rreshjeve gjatë këtyre 2 ditëve, 3 ditëve që ka patur përmbytje masive pothuajse në të gjitha qarqet e vendit e kryesisht në Durrës, më së shumti. Atëherë, në fakt, nëse do flasim për rreshjesh, sasia më e konsiderueshme e rreshjeve ka qenë në zonat veriore, duke qenë se edhe sistemi i vranësirave është vendosur më herë. Dhe nëse bëjmë përmbledhje nga data deri më sot, zonat veriore kanë marrë nga 150 deri në 240 mm shi, ku Shkodra ka marrë një sasi të konsiderueshme, zona rurale, e Bukës, i Balla ka marrë Boka, Thethi, gjithë të zona pothuajse janë afruar dhe disa zona e kanë plotësuar kuotat mujore që do të vinë për janar vetëm gjatë këtyre ditëve. Nëse do flasim për nga ana klimatike, janari është një muaj i lagësht, i pasur me rreshje. Dhe më pak rreshje kanë patur zonat qendrore, duke përfshirë edhe Durrësin, Tiranën, Elbasanin, dhe një tjetër fokus kanë qenë rreshjet me intensitete të larta që kanë përfshirë zonat e jugut. Si sasi rreshjesh, më të shumta kanë qenë në veri dhe ka qenë Shkodra ajo që mban edhe sasin më të mëdha të rreshjeve. Për sa i përket zonave qendrore ka qenë Tirana që ka patur rreshjet më të shumta, më pak Durrësi dhe Elbasani, dhe për sa i përket jugut, Gjirokastra, megjithatë edhe Vlora, por Korça ka shënuar një sasi të konsiderueshme të rreshjeve. Pasi bëhet një krahasim, sa rreshje duhet të bie në Korçë, sepse nuk është e njëjta sasi. Nëse Shkodra e ka normat mujore 240 mm për gjatë muajit, Korça i ka më pak se 100 mm, pra është një zonë relativisht e thatë, dhe nëse do të binin 200 mm në qarkun e Korçës, do të bëj nami nga rreshjet. Vetë territori i Shqipërisë është i dizinuar i tillë që zonat veriore dhe Alpet kryesisht mbajnë edhe sasi më të madhe të rreshjeve. Pra, Lajda, të qëndrojmë pak këtu. Po thuaj që pjesa veriore e vendit i ka plotësuar kuotat dhe ka patur më shumë rreshje shiu krahasuar me vendet e tjera. Këtë po e thuaj edhe krahasuar me qytetin e Durrësit, me qarkun e Durrësit që ka një përmbytje të jashtëzakonshme? Atëherë, nëse do flasim konkretisht vetëm për Durrësin, Durrësi fatkeqësisht i ka patur rreshje intensive pa ndërprerje. Pra ka patur rreshje nëse mbledhim sasinë mujore ose të këtyre ditëve, jo mujore, 8 ditë me shi si sasi është më pak se sa Tirana, por fatkeqësisht në Durrës rreshjet që kemi patur sidomos në datat 5 edhe 6 kanë qenë pa ndërprerje fare dhe intensitet mjaft i lartë. Dhe ka patur një intensitet shumë të lartë pikërisht kur është përmbytur në hyrje të Durrësit, që është fundi i autostradës dhe qyteti i Durrësit, dhe nuk i ka lejuar mundësi rreshjet intensive ujit që të tërhiqet. Aktualisht që ne kemi ndërprerje, duhet patjetër që uji të tërhiqet, sepse tashmë kemi ndërprerje të rreshjeve pothuajse në një pjesë mirë të territorit ose ka vetëm rreshje të pakta, që do të thotë qyteti i Durrësit ka një historik tashmë përmbytjesh, sidomos në vitet e fundit. Nëse flasim për 2 dekadat e fundit, në Durrës ka përmbytje në çdo sezon dimri ose vjeshta. Jo vetëm Durrësi është Durrësi, është Vlora dhe është Lezhë. Këto janë dhe 3 zonat që preken nga përmbytjet, që ka faktor shtesë përveç faktorit të shirave intensiv. Patjetër shirat intensiv përmbytin edhe rrugët e Madridit, Barcelonës apo Romës, që janë qytete me një infrastrukturë të jashtëzakonshme. Por më pas janë përmbytje krejtësisht kalimtare, sepse ka me një herë të rreshje të ujit edhe rregullohet situata. Po në krahasim me periudhat e shkuara për ta mbyllur? Nuk mund të themi që nuk ka qenë sasi e konsiderueshme, sepse në Durrës kanë rënë 100 mm ose shumë pak mbi 100 mm dhe i është afruar kuotës mujore. Nuk është plotësuar 156 mm sa mund ta ketë Durrësi për gjatë janarit, por i është afruar goxha. Dhe 100 mm në vetëm pak ditë, le të themi që është një sasi e lartë e rreshjeve. Jo e jashtëzakonshme.
nuk është e jashtëzakonshme. Kemi patur 2015 dhe 2017 në pikërisht në qarkun e Durrësit që ka patur reshje akoma më të shumta, të cilat kanë raportuar për mbytje të këtij niveli, që do të thotë shirat intensiv e krijojnë janë faktori kryesor i përmbytjeve. Më pas, situata e përmirësuar që zgjat në kohë futen edhe faktorë të tjerë. E qartë. Milajta, të falenderoj shumë për këtë ndërhyrje.